Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lezime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të marrim një pyetje. Po vjen së shpejti përgjigja që ju prisni, pra, ju prisni një përgjigje nga një person. Do të vi së shpejti brenda një periudhe të shkurtër, 48 orëshe, do të vi shpejt kjo përgjigje që ju prisni nga personi. Ky person është një person shumë pozitiv. Është një person që do të ndihmoj njerëzit, një person familjar. Por është i rrethuar nga njerëz jo të mirë, nga njerëz pak manipulator. Tek ty, ky person gjen paqen. Shumë shpejt ai do të kthej një përgjigje. Punon fort, është i fokusuar shumë tek puna, dhe ashtu si punon i rrjedhin monedat. Por përgjigjen që ju prisni nga ky person është një përgjigje e sigurt, por do pak durim. Pra ju duhet të kalisni durimin për të marrë këtë përgjigje që ju prisni. Pra, duhet të kalisni pjesën e brendshme të vetes tuaj, atë pjesën e durimit. Është në botë dhe do të transformojë, të mbyllë një cikël të jetës së tij për të ndërtuar një diçka të re në jetën tuaj. Shumë shpejt përgjigjen që ju prisni do ta merrni për këtë 48 orë, brenda 48 orëve, sepse dyshi i kupave më tregon një takim që do të bëhet shumë shpejt midis jush. Është një takim shumë serioz, është një takim që ju do të jepni përgjigje gjithë pyetjeve për njëri tjetrin, që do t'i bëni njëri tjetrit. Sepse dyshi i shkopimeve më tregon që ky person është larg, ka gjithçka, ka bollëkun, ka gjithçka, pra ka gjithë botën në dorë, por thotë mban këtë vujtje shpirtërore në distancë, për këtë largësi që ka me ju. Shumë shpejt ju do të merrni përgjigjen që e prisni prej kohësh. Brenda 48 orëve ju do të takojeni me këtë person për të zgjidhur për ato pyetje që keni në jetën tuaj midis njëri tjetrit. Me kë rezonon kjo energji? Me gërmën P, me gërmën J, me gërmën I, me gërmën L, T, R, C, S, E, F, G, Zh, Q dhe gërmën Y. Kurse me shenjat e horoskopit mund të më resonoj me Britjakin, Dashin, me Peshoren, me Demin, me Shigjetarin, me Akrepin dhe me Vigjëreshën. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim dhe një zemër dhe një thank you poshtë videos për të më suportuar, për të sjellë video plot mbushur plot me energji pozitive. Faleminderit.